Sërish problemet e koridorit 8, autostrada Trebenisht-Struk Qaftan nuk do të ndërtohet, kalon në zonë të mbrojtur nga UNESCO. Ndryshimet klimatike po godasin rënd bujqësinë. Eksperti i bujqësisë Shefket Kadriu rekomandon përdorimin e farave rezistente. Gjysmë milioni vesë nga Serbia përfunduan në deponin Drisla, u kapën ilegalisht në Tabanoc. Pentagoni po përgatitet për operacione toksore në Iran, kundër përgjigjit Irani, jemi të përgatitur për çdo skenar. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Autostrada Trebenisht-Struk Qaftan, që është pjesë e koridorit 8, nuk do të realizohet pasi ajo kalon në një zonë të mbrojtur nga UNESCO. Kryeministri Hristian Mickoski tha se po kërkojnë zgjidhje, por në këto momente nuk do të bëhet. Mickoski paralajmëroi edhe shtyerje të afatave për ndërtimin e koridoreve pasi sipas tij janë trashëguar nga e kaluara. Autostrada Trebenisht-Struk Qaftan, që është pjesë e koridorit 8, me shumë gjast nuk do të realizohet dhe për të rregulluar këtë problem, po kërkohet zgjidhje, thot kryeministri Hristian Mickoski, sipas të cilit ndryshimet në trase kërkohen dhe me shumë gjast do të ndodhin, për shkak se traseja e së njëjtës kalon në zonë të mbrojtur nga UNESCO. Kryeministri thot se ende nuk ka vendim final, megjithatë bisedimet vazhdojnë dhe do të gjendet zgjidhja më e mirë. Той дел най-вероятно няма да. Ajo pjesë me siguri nuk do të mbetet në plan për shkak se nuk varet nga ne, por varet nga UNESCO. Por po kërkohet mënyrë se si e gjithë kjo të rregullohet. Kjo sepse futet në perimetër të zonave të mbrojtura nga UNESCO, po kërkojmë zgjidhje se si të kemi komunikacion të sigurt në mes atyre dy boshteve. Në këtë moment me siguri nuk do të bëhet, por nuk ka ende vendim final. Ende po diskutohet mundësia, por me siguri këtu duhet të kemi ndryshime. Veç kësaj, Mickoski paralajmëroi për shtyerje të afateve për ndërtimin e koridoreve, pasi sipas tij janë trashëguar nga e kaluara me shumë probleme. Той проект, знаете, ни е наследен со сите. Atë projekt e kemi trashëguar me të gjitha problemet që kanë qenë pjesë të njëjtit, përveç avansit që ishte paguar, asgjë tjetër nuk ishte, por duke ju falënderuar aksionit ekspres të Ministrisë së Transportit dhe zëvendës kryeministrit të qeverisë, po edhe drejtorit të rrugëve shtetërore, 90% e obligimeve që i takojnë shtetit janë kryer. Tani mbetet organizimi i mirë i punëkryerësit. Ndoshta do të ketë nevojë që afati të shtyhet pak. Kryeministri foli edhe për ndërtimin e autostradës Kërçovohër. Ai tha se pjesa e mbetur e kësaj autostrade do të financohet me mjetet të ndërmarrjes publike rrugët shtetërore, të siguruara nga kredi në bankat vendore, sepse për disa arsye banka kineze ka ndërprer investimet. Ambasadori francez në Shkup, Christophe Le Rigoler, tha se nuk ka garanci për antarësimin në Bashkimin Evropian, por ka rrugë të qartë që kalon përmes ndryshimeve kushtetuese. Sipas tij, për momentin është e rëndësishme që të përmirësohen marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Ndryshimet kushtetuese janë kushti që duhet të kaluar për hapjen e klastereve negociues mes Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut, vlerëson ambasadori francez në Shkup, Christophe Le Rigoler, i cili në një intervistë për Radio Europa e Lirë deklarohet i prerë se korniza negociuese e miratuar në vitin 2022 nuk do të ndryshojë, sepse ajo ekziston dhe është pranuar nga të gjithë. Sipas ambasadorit, në kontekstin aktual është e rëndësishme të përmirësohen marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Procesi eurointegrues i RMV-s kalon përmes miratimit të amandamenteve kushtetuese. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë është dialogu ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, dhe këtu duhet të jetë shumë e qartë se ideja nuk është të hapet një dialog bilateral për të rinegociuar kompromisin e vitit 2022 apo diçka tjetër. Këto janë dy gjëra të ndryshme. Kompromisi evropian është një dokument evropian, jo një dokument bilateral maqedono-bullgar.
Rigoler deklaron se Franca ka 3 ekspert teknik ndërkombëtar që punojnë në Ministrinë e Çështjeve Evropiane, Ministrinë e Mjedisit dhe Ministrinë e Drejtësisë. Je voudrais distinguer deux sujets. Mendoj se ka disa tema të ndryshme. Do të filloja dhe është logjike me klasterin e vlerave themelore, sepse pikërisht nga ky klaster gjatë negociatave gjithçka do të fillojë dhe gjithçka do të përfundojë. Ky do të jetë klasteri i parë që do të hapet dhe i fundit që do të mbyllet. Kjo është shumë e rëndësishme sepse këtu përfshihen të gjitha temat: drejtësia, sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit. Ai sqaroi se për hapjen e këtij klasteri, Maqedonia e Veriut duhet të dorëzojë 3 dokumente: një udhërrofyes për administratën publike, një udhërrofyes për reformat dhe sundimin e ligjit dhe një plan veprimi për pakicat. Ambasadori francez ka folur edhe për agjendën reformuese dhe vonesat në reformat kyçe ligjore, si kodi i ri zgjedhor dhe reformat në sistemin gjyqësor. Ndërkohë, kryeministri Hristian Mickoski njoftoi se qeveria nuk do të pranojë ndryshime kushtetuese që prekin identitetin Maqedonisë pa garanci të qarta dhe rezultate konkrete nga Këshilli Evropian. Ai theksoi se nuk do të hyjmë në një proces që do t'i çojë në një moçal të ri politik. Nuk ka amendamente kushtetuese pa një qëllim të qartë dhe nuk ka kukulla që do t'i gjenin për ta bërë këtë. Kështu tha kryeministri Hristian Mickoski për përfshirjen e bullgarëve në kushtetut. Ai theksoi se qeveria nuk do të pranojë amendamente kushtetuese me kushte që ndikojnë drejt për drejt në identitetin Maqedonas, pa parashikueshmëri të qartë dhe një rezultat përfundimtar të procesit. Po ashtu, duke folur për qëndrimet e Bashkimit Evropian, i cili këmbëngul në përfshirjen e bullgarëve në kushtetut si kusht për përparim, Mickoski theksoi se nuk ka ndërmend të hyjë në një aventurë të tillë, siç e quajti ai, politik me çdo kusht. Nëse ky është kushti i vetëm dhe në gjithçka tjetër ne jemi më të mirët, më vjen keq. Nuk ka bashkëbisedues të mirë këtu, pa u përmbushur detajet e tjera. Procesi nuk mund të vazhdojë pa garanci të qarta për të drejtat e komunitetit Maqedonas në Bullgari, si dhe pa përfundime specifike nga Këshilli Evropian që do të përcaktonin qëllimin përfundimtar. Mickoski bëri edhe një paralele historike, duke theksuar se politika të caktuara në rajon janë pritur me dekada, duke theksuar se Maqedonia është e përgatitur të presë nëse kushtet nuk janë të qarta dhe të drejta. Nuk do të hyjmë në një proces që do të na çojë në një moçal të ri politik, tha ai, duke shtuar se prioritet mbeten reformat dhe përmbushja e detyrimeve ndaj Unionit. Sipas tij, qëllimi është që vendi të mbetet ndër kandidatët kryesor në procesin e integrimit evropian, por pa kompromise që do të rrezikonin pozicionin kombëtar. Ndryshimet klimatike janë kthyer në një sfidë serioze për bujqit, thatësirat, rreshjet e paparashikueshme dhe temperaturat ekstreme po dëmtojnë kulturat që në fazat e hershme. Eksperti i bujqësisë, Shefket Kadriu, rekomandon përdorimin e farave rezistente, menaxhim më të mirë të ujitjes dhe përmirësim të tokës. Ai thekson edhe rëndësinë e konsultimit me institucionet gjeoshkencore dhe nevojën për mbështetje më të madhe institucionale për fermerët. Ndryshimet klimatike po shndrohen në sfidën më të madhe për bujqit në vitet e fundit, duke goditur drejt për drejt prodhimin dhe sigurinë ushqimore. Thatësirat e gjata, rreshjet e papritura dhe temperaturat ekstreme krijojnë një realitet të ashpër, ku toka po bëhet gjithnjë më pak e parashikueshme. Si pasojë, shumë kultura bujqësore po dështojnë që në fazën e parë, duke u dëmtuar apo thare ende pa arritur të zhvillohen plotësisht. Inxhinieri i bujqësisë Shefket Kadriu thekson se fermerët duhet të përshtaten me kushtet e reja klimatike, duke orientuar të mbjellat drejt kulturave më rezistente dhe duke ndryshuar praktikat tradicionale. Do i këshilloja fermerët të zgjedhin, domethënë produkte të saktuara, po të zgjedhin fara të cilat janë rezistent ndaj ndryshimeve klimatike, të bëhet menaxhimi efikas i ujitjes me ujitje moderne, të ruhet edhe ujë gjatë temperaturave të thata, të bëhet përmirësimi i tokës duke implementuar edhe procesin e plehrimit, apo të vendohen në tokë plehrat organike që edhe rritin pjellorinë e tokës. Dhe më rëndësishme është ajo për fermerët që të kenë një farë mbështetje institucionale të qëndrueshme, jo vetëm në letër.
Kadriu rekomandon që para mbjelljes fermerët të konsultohen me institucione gjeoshkencore, të cilat ofrojnë të dhëna të sakta dhe të përditësuara mbi ndryshimet klimatike. Këto informacione sipas tij janë thelbësore për të përcaktuar kohën e duhur të mbjelljes dhe për zgjedhjen e kulturave që kanë më shumë gjasa të përballojnë kushtet e reja klimatike. Duhet të vlerësojmë institucionet gjeoshkencore, të cilat japin të dhëna statistikore për afatet e caktuara të mbjelljes, ku duhet të implementohet produkti caktuar për ato afate sipas kushteve klimatike, që do të thotë se ato produkte, afatet caktuara duhet t'i mbjellim 2-3 ditë apo një afat më herët ose më vonë që janë rezistent ndaj ndryshimeve klimatike. Në vendin ton vitet e fundit janë shënuar dështime të shumta në prodhimet bujqësore, ku shumë kultura nuk kanë arritur të japin frytet e tyre, pikërisht për shkak të ndryshimeve klimatike, si pasojë numri i madh i bujqëve dhe fermerëve, të cilëve u janë dëmtuar produktet, kanë ngritur zërin përmes ankesave duke kërkuar mbështetje dhe zgjidhje konkrete për të përballuar këtë situatë gjithnjë më të vështirë. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në një aksion të koordinuar me Drejtorinë e Doganave kanë parandaluar një tentativë për import të paligjshëm të 2 dërgesave me vezë të pa etiketuara nga Serbia. Gjatë kontrollit të detajuar të 2 dërgesave, shërbimet inspektuese zbuluan mbi 572.000 vezë të freskëta pa etiketim të fshehura pas paletave të para me mall të deklaruar rregullisht. Vezët janë të shkatruar në deponin Ndrislla. Mbi gjysma milioni vezë të pa evidentuara nga Serbia janë shkatëruar në deponinë e Ndrisllës. Nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë sot kanë njoftuar se bëhet fjalë për 2 dërgesa me mbi 572.000 vezë të freskëta të pashënuara nga Republika e Serbisë, të cilat u sekuestruan në pikën kufitare Tabanovc. Shërbimet e inspektimit dhe Departamenti i Monitorimit të Mashtrimeve Ushqimore të AUV-s në koordinim me Doganën parandaluan këtë përpjekje për të importuar ilegal 2 dërgesa vezësh të pashënuara, të fshehura pas paletave të para me mallra të deklaruara siç duhet. Në pikën kufitare Tabanovc u zbuluan mbi 572.000 vezë të freskëta të pashënuara, të fshehura pas paletave të para me mallra të deklaruara siç duhet. Në njërën dërgesë u gjetën 270.000 vezë dhe në tjetrën 302.400 vezë të pashënuara. Sipas gjetjeve të AUV-s, falë reagimit të shpejtë u parandaluan mashtrime serioze dhe rrezik potencial për konsumatorët. Ata thonë se sasia totale prej 40 tonësh dhe 410 kilogramësh vezë u shpallë pasigurt dhe u shkatërua pa rrezik në deponinë e Ndrisllës. AUV-ja informoi se do të vendosen masa ndaj subjekteve të përfshira në këtë rast dhe do të pasojnë kontrolle shtesë të punës së tyre të mëparshme. Drejtoria e të ardhurave publike ka filluar një aksion kundër bizneseve që veprojnë jashtë sistemit fiskal. Sipas regjistrave zyrtar, 6.451 tatim pagues aktiv me punonjës nuk kanë sistem fiskal të regjistruar. Këto biznese kryesisht veprojnë në tregti me shumicë dhe pakicë, përgatitje dhe shërbim ushqimes, shërbime ligjore dhe kontabiliteti, si dhe agjenci turistike dhe operator turistik. Përveç tyre, janë identifikuar edhe 13.966 tatim pagues të tjerë në këto fusha pa aparate fiskale, të cilat do të kontrollohen në terren, do të kryet krahasimit të dhënave dhe mekanizma të tjerë kontrolli për të përcaktuar nëse kryejnë aktivitete pa e deklaruar xhiron dhe pa paguar tatime. Nëse konstatohet se subjekti kryen aktivitet por nuk deklaron xhiron dhe nuk paguan tatime, përveç gjobave administrative do të ngrihen edhe procedura penale sipas ligjit, ka theksuar TAP.
Krye prokurori në rastin e Slobodan Miloševićit, rast që nuk mori epilog për shkak se i njëjti vdiq gjatë gjykimit në Hag, thot se kërkesa e prokurorisë për dënim me nga gati gjysmë shekulli për secilin nga 4-shja e UÇK-s është e pazakont. E po duket një dënim disi i çuditshëm për tu kërkuar sepse nuk besoj nga shumë pak që di që akuzat ndaj tij janë aq të rënda sa për shembull disa nga akuzat e bëra dhe të dënuara ndoshta me më pak vite burg se sa 45 vite në tribunalin e ish Jugoslavis, thot ish prokurori i tribunalit të Hagës për ish Jugoslavi, Jeffrey Nis në intervistën për Kosova Press. Ai thekson se ky gjykim nuk ka asnjë lidhje me akuzat kundër Thaçit. Juristi ndërkombëtar thot se i cili dikur ka qenë i përfshirë edhe me institucionet vendore përmes opinioneve të tij lidhur me dhomat e specializuara të Kosovës, thot që në fillim kishte ndjerë se kjo gjykat kishte qëllime të tërthorta. Qeveria greke njoftoi se paga minimale do të rritet nga 1 prilli duke arritur në 920 euro bruto, sipas deklaratës së kryeministrit Kyriakos Mitsotakis gjatë mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Kjo shënon rritjen e 6 me radhë që nga viti 2019, ndërsa krahasuar me vitin e kaluar paga bazë është rritur me 40 euro në muaj. Përveç punonjësve që marrin pagën minimale, rritja ndikon edhe në një varg pagesash të lidhura si shtesat për përvojën në punë dhe periudhat e njohura si 3 vjeçare. Në të njëjtën kohë, qeveria ka planifikuar një shtesë horizontale prej 40 eurosh për të gjithë punonjësit e sektorit publik. Partitë opozitare dhe sindikatat megjithatë e konsiderojnë këtë rritje të pamjaftueshme përballë inflacionit të lartë. Pentagoni po përgatitet për javë operacionesh të mundshme toksore në Iran, ndërkohë kryetari i parlamentit iranian akuzoi SHBA-n për një plan me 15 pika dhe paralajmëroi se çdo sulm toksor do të përballet me një përgjigje vendimtare. Pentagoni po përgatitet për një javë operacionesh të mundshme toksore në Iran, ndërsa mira trupa amerikan janë dislokuar në lindjen e mesme, në pritje të një vendimi nga presidenti Donald Trump, transmeton Anadolu. Sipas Washington Post, zyrtarët paralajmërojnë se këto plane mund të shënojnë një fazë të re të luftës, dukshëm më të rrezikshme për forcat amerikane se sa javët e parë të luftimeve. Ata theksojnë se një mision toksor nuk do të nënkuptonte pushtim të plot, por mund të përfshi bastisje nga forca speciale dhe komsoria. Zëdhënësja e shtëpisë së Bath, Caroline Levitt, deklaroi se përgatitjet synojnë t'i ofrojnë presidentit opsione maksimale, por theksoi se ende nuk është marrë një vendim. Më herët, Trump ka thonë se nuk do të dërgojë trupa, ndërsa sekretari i shtetit Marco Rubio ka deklaruar se konflikti nuk do të jetë i zgjatur dhe objektivat mund të arrihen pa operacione toksore. Ndërkohë, kryetari i parlamentit iranian, Mohammed Bagher Kalibaf, akuzoi SHBA-n për një plan me 15 pika dhe paralajmëroi se çdo sulm toksor do të përballet me një përgjigje vendimtare. Ai shtoi se Irani është i përgatitur për çdo skenar. Në platformën Telegram, Kalibaf tha se SHBA-ja po bën thirrje hapur për negociata, ndërsa në mënyrë të fshehtë po planifikon një sulm toksor. Ai shtoi se iranianët janë të përgatitur për çdo operacion të tillë nga forcat amerikane, duke premtuar një përgjigje vendimtare. Të mërkurën Irani hodhi poshtë një plan amerikan me 15 pika për t'i dhënë fund luftës, duke theksuar se çdo armëpushim do të ndodhë vetëm sipas kushteve dhe afatit kohor të Teheranit. SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar sulmet ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri më tani mbi 1340 persona. Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dron dhe raketa ndaj Izraelit, si dhe ndaj Jordanisë, Irakut dhe vendeve të Gjirit, që strehojnë asetet ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke trazuar tregjet globale dhe aviacionin. Qindra mira qytetarë amerikan dolen në protesta në raundin e 3 të tubimeve nuk ka mbretër, duke kundërshtuar politikat e presidentit Donald Trump mbi çështjet ekonomike dhe luftën e nisur nga Shtetet e Bashkuara ndaj Iranit. Mbi 3200 tubime raportohet se u mbajtën në 50 shtetet amerikane, ku protestat më të mëdha u zhvilluan në qytetet si New York City, Dallas, Philadelphia dhe Washington.
Protestat u shoqëruan edhe me incidente në Los Angeles. 2 persona arrestuan pasi sulmuan agent federal pranë një ndërtese qeveritare, ndërsa policia përdori gaz lotësjellës për të shpërndar turmat. Arrestime pati edhe në Dallas pas përplasjeve të vogla mes protestuesve dhe kundër protestuesve. Organizatorët deklaruan se protestat ishin një reagim ndaj politikave të presidentit për përfshirje në luftën me Iranin, zbatimin e rrep të ligjeve federale të emigracionit dhe rritjen e kostos së jetesës. Nga ana tjetër, një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë quajti protestat seanca terapie për urrëtitjen ndaj Trumpit dhe minimizoi rëndësinë e tyre. Banka e Amerikës ka rënë dakord të paguajë $72.5 milion për të mbijetuarit e rjetit të trafikimit seksual të Jeffrey Epstein, të cilët pretendojnë se banka ka lehtësuar aktivitetet e tij kriminale. Gjykatësi federal Gjet Rakov pritet të vendosë në prill për miratimin e marrëveshjes. Padia e ngritur vitin e kaluar akuzon bankën për ofrimin e shërbimeve financiare të Epsteinit dhe bashkëpunëtorëve të tij përfshir llogaritë e përdorura nga viktimat dhe personazhe si Ghislaine Maxwell dhe Leon Black. Banka nuk pranon përgjegjësi për marrëveshja, mbulon të gjitha viktimat e trafikuara midis 30 qershorit 2008 dhe 6 korrikut 2019. Avokatët thonë se banka nuk monitoroi si duhet llogaritë dhe nuk raportoi aktivitetet e dyshimta përfshir fonde nga Black. Të mbijetuarit kanë arritur gjithashtu marrëveshje të ngjashme me Morgan Chase dhe Deutsche Bank, duke përfituar përkatësisht $290 milion dhe $75 milion. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, bashkë mirupafshi.